Dallëndyshe Bici, ish drejtoreshe IKMT, është paraqitur ditën e sotme në SPAK. Dyshohet se ajo është thirrur me statusin e personit që ka djeni, ndërsa çështja për cilën po merret në pyetje nga agjentët e BKE ka lidhje me dosjen e Akshit. Pavarësisht se emri i Bicit nuk rezulton në këtë dosje, për cilën GKKO vendosi disa masa sigurie për ish drejtuesit e Akshit, ajo është thirrur si person që mund të ketë djeni lidhur me rrethanat për cilat Prokuroria Speciale ka nisur hetimet. Bici ka mbajtur funksione të rëndësishme në administratën e Edi Ramës, ajo në periudha të ndryshme ka mbajtur pozicionin e kreut të kadastrës dhe më pas IKMT, nga ku u shkarkua në janar të 2026-s. Apeli i posaçëm në GKKO refuzoi kërkesën e deputetes Belinda Balluku për heqjen e masës pezullim nga detyra, pavarësisht pretendimit të mbrojtjes se masa ka humbur efektin për shkak se ajo nuk ushtron më funksione qeveritare. E njëjta kërkesë ishte rrëzuar më herët edhe nga gjykata e posaçme me vendim të gjyqtarit Erion Çela. Masa e pezullimit ishte vendosur më 19 nëntor, periudhën kur Balluku mbante postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Balluku përballet me akuzën për shkelje të barazisë në tendera dhe është marrë e pandehur në lidhje me ndërtimin e tunelit të Llogaras. Hetimet përfshin gjithashtu 7 lote të Unazës së Madhe, si dhe dyshime për 3 procedura të tjera tenderuese. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka ngritur shqetësime lidhur me problematikat infrastrukturore në kryeqytet, konkretisht për gjendjen e rrugës në zonën e Selitës. Në një postim në rrjetet sociale, Braçe ka publikuar një video ku tregon gjendjen e amortizuar të rrugës, e cila paraqitet me gropa të shumta. Ai thekson se situata përkeqësohet gjatë orareve të pikut, duke shkaktuar radhë të gjata trafiku. Deputeti i bën thirrje Bashkisë së Tiranës që të ndërhyjë për përmirësimin e infrastrukturës, duke theksuar se kjo është një detyrim institucional. 3 ditë më parë, Erion Braçe nuk u lejua të merrte pjesë në mbledhjen e asamblesë së PS-s njësia 5, atje ku ligjvënësi socialist jo vetëm mori mandatin në zgjedhjet e 11 majit, por është edhe një nga drejtuesit politik të kësaj njësie. Braçe u pengua të merrte pjesë në takim nga garda, që nuk e lejoi deputetin të hynte në sallë, gjë që solli edhe reagimin e tij në rrjetet sociale me disa kritika ndaj kryeministrit, njërazi edhe kryetari i PS, Edi Rama. Pak javë më parë, Braçe është vetë ofruar si kandidaturë e PS-s për Bashkinë e Tiranës, ndërsa ka kërkuar një proces të rregullt zgjedhor brenda partisë së tij. Në anën tjetër, Rama duket se po i qëndron piketimit Ogerta Manastirliut si kandidaturën zyrtare të socialistëve në zgjedhjet që do të mbahen pranverën e vitit 2027. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, pjesë e aleancës së hajdutëve të qeverisë, është përfshirë në një aferë tjetër klienteliste, duke futur hajdut edhe në Universitetin Luigi Kurakuqi të Shkodrës. Më 2 prill 2026, nëpërmjet shumicës së votave që ka në bordin e administrimit të Universitetit të Shkodrës, ministri Kumbaro ka zgjedhur administrator Mark Ndoc Mollën, i dënuar 8 vite burg për vjedhje me vendim gjyqësor të formës së prerë, madje është vetëm 2 muaj para daljes në pension. Pas ditën e 31 marsit 2026, 2 ditë para votimit, Mirela Kumbaro bëri takim në ministri me 4 anëtarët e bordit të Universitetit të Shkodrës, Ema Kristo, Ermir Repaj, Genc Pajia e Kristian Preçetaj, të cilët janë emëruar nga Ministria e Arsimit dhe janë në varësi direkte të ministres. Ajo i urdhëroi të përgatisnin terrenin dhe të votonin në detyrën e administratorit, hajdutin e pensionistin Mark Mollën, personin më të përshtatshëm për të vjedhur fondet shtetërore dhe të ardhurat financiare në Universitetin Shtetëror të Shkodrës. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit nxjerr në pa një skandal të fortë financiar dhe administrativ në korporatën e investimeve shqiptare. Në drejtimin e Elira Kokonës, institucioni që duhet sillte zhvillim ekonomik, ka prodhuar vetëm humbje. Për 3 vite me radhë, bilanci rezulton negativ me rreth 139.6 milion lek dhe problemi kryesor është i qartë, zero të ardhura nga projektet. Ndërkohë shpenzimet kanë vijuar pa u ndalur, deri në 80% e buxhetit ka shkuar për paga, shpërblime dhe struktura drejtuese, pra fondet publike janë përdorur për administrat, jo për investime reale. Sipas auditimit, korporata ka funksionuar pa strategji, pa plan afatmesëm dhe pa objektiva të qarta, në vend që të gjeneronte të ardhura, ka mbijetuar vetëm nga buxheti i shtetit, edhe projektet rezultojnë një dështim total. Ka parqet fotovoltaike tek zhvillimi i Pashalimanit dhe zonave turistike, janë shpenzuar para për studime dhe ekspert, por asnjë projekt nuk është realizuar. Madje në disa raste janë paguar ekspert për projekte mbi prona që korporata nuk i kishte ende në administrim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përsëritur thirrjen drejtuar Rusisë për një armpushim të ndërsjellë
në sulmet kundër infrastrukturës energjetike. Ai theksoi se Ukraina është e gatshme të veprojë në të njëjtën mënyrë, nëse edhe pala ruse ndalon goditjet. Një propozim i ngjashëm ishte bërë edhe javën e kaluar kur presidenti i Ukrainës kërkoi respektimin e një armpushimi me rastin e Pashkëve Ortodokse, që këtë vit festohen më 13 prill në Rusi dhe Ukrainë. Megjithatë, në deklaratat e tij të zonës, pas një sulmi gjatë natës në portin e Odesës në detin e Kuq, u humbën jetën 3 persona dhe u plagosën të paktën 16 të tjerë. Zelenski sugjeroi se Moska nuk po tregon gatishmëri për të pranuar një armpushim. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara JD Vance pritet të vizitojë Hungarinë për të mbështetur kryeministrin veteran Viktor Orban në një nga sfidat më të vështira elektorale të karrierës së tij politike. Sipas raportimeve mediatike ndërkombëtare, Vance do të mbajë një fjalim në një miting elektoral së bashku me Orban në një stadium futbolli në Budapest pas ditën e së martës. Vizita vjen në një moment kritik përpara zgjedhjeve parlamentare të 12 prillit. Muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Orban gëzon mbështetje të plotë dhe totale në një mesazh video drejtuar konferencës konservatore të veprimit politik në Budapest. Zgjedhjet konsiderohen si prova më e vështirë për Orban në rreth 40 vite e karrierë politike. Ai përballet me Peter Magyar, ish antar i partisë së tij Fides, i cili u shkëput 2 vite më parë dhe themeloi partinë e qendrës së djathtë TISA. Sipas shumicës së sondazheve, TISA kryeson me një avantazh prej 10% deri në 20%, ndërsa vetëm agjencia proqeveritare Nezopont e rendit Fides pak përpara. Reperi amerikan Offset mbeti i plagosur me armëzjarri mbrëmjen e së hënës në Florida pranë një kazinoje në qytetin Hollywood. Ngjarja ndodhi në zonën e parkimit në Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Autoritetet raportuan se të shtonat u regjistruan rreth orës 19 dhe se ndërhyrja e policisë stabilizoi shpejt situatën. Përfaqësues të artistit konfirmuan se ai ndodhet në gjendje të qëndrueshme dhe po trajtohet në spital. Mjekët vlerësojnë se plagët nuk paraqesin rrezik për jetën. Policia ndaloi 2 persona në lidhje me incidentin dhe vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Dëshmitarë në vend ngjarje treguan se Offset kishte kontaktuar me fansat pak minuta para të shtonave dhe kishte realizuar fotografi me ta. Ngjarja rikthen vëmendjen tek episodi i vitit 2022 kur Take Off, ish antar i Migos, humbi jetën pas një sulmi me armëzjarri në SBA.